Kur vjen fundi i botës, ja çfarë kanë parashikuar Nostradamusi dhe Baba Vanga. Çdo ditë që kalon, parashikimet për fundin e botës sa vinde shtohen, por dy janë më të besueshmit. Dy parashikuesit më të mëdhenj të historisë, Nostradamusi dhe Baba Vanga, kanë parashikuar se si do të jetë fundi i jetës në tokë. Të dy këta parashikues kanë bërë të qartë se fundi i botës është shumë pranë. Parashikimi Nostradamusit për fundin e botës. Një nga profecitë e Nostradamusit 1503-1566, i konsideruar si një nga shkrimtarët më të rëndësishëm dhe më të famshëm të profecive të historisë, duket se diku ka shkruar edhe për Trump. Nostradamus i vërtet ka përshkruar një president amerikan, i cili ka shumë ngjashmëri me planet që Trump ka prezantuar për Amerikën dhe botën. Në shkrimet e tija flitet për një njeri me kufite të çmendurisë dhe zhurmës, i cili është i aftë të tërheqë vëmendjen e gjithëve, pavarësisht kritikave madje tradhtive të njerëzve të tij, ai arrin të fitojë. Nostradamus flet për një njeri që do të shkatërrojë ekuilibrat botror dhe fundin e saj. Por a do të jetë Trump udhëheqësi që do të fundosë, që do të sjellë fundin e botës? Asgjë nuk është e sigurt, por fitoria e tij ka qenë një shtys që gjërat do të fillojnë të ndryshojnë në botë. Parashikimi i Baba Vangës. Ka vdekur në vitin 1996 në moshën 85 vjeç, duke lënë pas profeci që ndjekësit e saj më të devotshëm i besojnë dhe më e keqja sipas këtyre profecive nuk ka ardhur akoma. Një gjysmë shekulli Bullgaria, Vangelina Pandeva Dimitrova, njohur gjerësisht si Baba Vanga, parashikoi tragjeditë më të mëdha të njerëzimit që nga sulmet e 11 shtatorit mbi kullat binjake në New York, tsunamin shkatrimtar mbi paqësor në vitin 2004, mbytjen e nëndetëses ruse, Kursk dhe deri lindjen dhe ngritjen e ISIS-it. Historia e jetës së saj është në kufijtë reales dhe mistikes. Në vendlindjen e saj thonë se që në moshën 12 vjeçare, ajo u rrëmbye nga një tornado e pazakontë për zonën ku jetonte. Prindrit e vet e gjetën pa ndjenja disa ditë më vonë. Syti kishte të gjakosur dhe të mbushur me balt. Në mungesë të mundësisë financiare për t'i siguruar një mjekim të specializuar në atë kohë, prindrit kushtëzuan vitet e saj në vazhdim. Baba Vanga humbi shikimin, por në një rrëfim të mëvonshëm do tregonte se fitoi vizionet për të ardhmen, e në fakt to vizione nuk kanë qenë të pakta. Në vitet 1950, kur bota kishte vetëm pak vite që kishte dalë nga lufta më e përgjakshme e historisë dhe koncepti ngrohjes globale as që ekzistonte, Baba Vanga do të parashikonte ndryshimet klimatike. Rajonet e ftohta do të ngrohen dhe vulkane do të zgjohen, parashikonte ajo në atë kohë. Profetja bullgare parashikonte që kjo të ndodhte pas viteve 2030, por në fakt ngrohja globale është një proces që tashmë ka nisur. Një tjetër fjali që ndjekësit e saj e interpretojnë si parashikimi tsunamit të vitit 2004, që u mori jetën qindra mijëra personave në brigjet e oqeanit paqësor. Një dallgë gjigande do të ngrihet dhe do të mbulojë njerëz dhe qytete. Gjithçka do të zhduket në ujë, gjithçka do të shkrisi akulli. Deklaronte ajo 5 dekada përpara tragjedisë më të rëndë natyrore që ka njohur njerëzimi modern. Me forcimin e regjimit komunist në Bullgari, parashikimet e Baba Vangës u vu në shërbim të drejtuesve më të lartë të regjimit. Ajo ruhej vazhdimisht nga sigurimi i shtetit dhe vizitohej shpesh nga drejtuesit më të lartë të byros komuniste bullgare, që besonin në parashikimet e saj për ambicjet e veta në pushtet. Do të duhej ardhja e vitit 1989, kur profetja e verbër tu rikthehej parashikimeve të bujshme. Pikërisht të vit, një fjali e saj interpretohet sot si parashikim për 11 shtatorin e 2001-shit. Horror. Vëllezërit amerikan besohet se u referohet 2 kullave binjake do të shemben nga zogjt prej qeliku, referencë për 2 avionët që u përplasën mbi kullat. Ujqërit do të rënkojnë në një shkure, anglisht shkure si thon Bush, dhe në fjalinë e saj besohet se i referohet presidentit George Bush dhe gjak i pafajshëm do të rrjedh lum.
Ka një tjetër fjali që ndjekësit e saj e interpretojnë si parashikim i mbytjes së nëndetëses bërthamore ruse Kursk në vitin 2000. Ekuipazhi i nëndetëses vuajti një vdekje të tmerrshme pas disa ditësh me radhë përpjekjesh të kota ndërkombëtare për ta nxjerrë nga thellësitë e oqeanit. Deri në ndodhjen e tragjedisë, njerëzit besonin se Baba Vanga i rrëfehej qytetit Kursk, nga i cili kishte marrë emrin Nëndetësja. Ajo tha: "Në ndërim të shekujve, në gusht të 1999 ose 2000, Kursk do të mbulohet nga uji dhe gjithë bota do ta vajtojë atë." Ka interpretime raportime që thonë se Baba Vanga ka parashikuar se presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ishte një afroamerikan dhe sipas këtyre raportimeve do të jetë edhe presidenti i fundit. Sa e saktë për këtë duhet të presim dhe të shohim. Deri atëherë, le të kujtojmë parashikimin e saj më të kopshëm. Sipas Baba Vangës, në 2016 Europa do të pushojë së ekzistuari në mënyrën që ne e njohim. Muslimanët do të pushtojnë kontinentin e vjetër dhe do të linë një fushat dhune dhe lufte që do të boshatisë Europën, thot ajo. Këto fjali të saj, ndjekësit e profetes, e përforcojnë me zgjerimin dhe forcimin e ndikimit të ISIS në Siri dhe në Afrikën Veriore, sidomos në Libi, duke ndarë vetëm pak kilometra nga Europa. Dhe megjithatë, ky nuk do të jetë fundi i botës. Fundi është shumë larg edhe para kësaj Baba Vanga ka lënë një sër profecish të tjera. Ja dhe lista e profecive të saj nga 2016 e në vazhdim. Viti 2023, orbita e tokës do të ndryshojë. Askush nuk është në gjendje që ta interpretojë këtë. 2025, popullsia e Europës do të shkojë thuajse zero. 2028, njerëzimi do të udhëtojë drejt Venusit në përpjekje për të gjetur burime të reja energjie. 2033, niveli i ujit në planet do të rritet ndjeshëm si pasojë e shkrirjes së akujve polar. Kjo është duke ndodhur. 2043, transformimi i Europës në një kalifat është në fazën përfundimtare. Roma zgjidhet kryeqyteti i këtij kalifati. 2066, Amerika do të shfrytëzojë për herë të parë një armë të re duke përdorur ndryshimet klimatike në përpjekje për të rimarrë Romën dhe për të rikthyer krishtërimin në Europë. Në 2076, komunizmi do të rikthehet fillimisht në Europë dhe më pas në të gjithë botën. 2084, natyra rilind. Natyra rilind, askush nuk është i sigurt se çfarë do të thotë kjo. 2100, një diell artificial i ndërtuar nga njeriu ndriçon për herë të parë anën e errët të planetit. Ky është një projekt që prej 2008-s shkencëtarët janë duke punuar për të krijuar një diell artificial, duke përdorur teknologjinë e fuzionit nuklear. 2130, qytetërimet do të zhvillohen në ujë me ndihmën e alienëve. 2170, thatësire madhe globale. 2187, dy shpërthime gjigande vulkanesh do të neutralizohen me sukses. 2201, ulje madhe temperaturave në planet, pasi procesi termonuklear i diellit ngadalësohet. 2262, planetët do të ndryshojnë ngadalë orbitat. Marsi do të kërcënohet nga një komet. 2354, një aksident në diellin artificial do të shkaktojë më shumë thatësirë në tokë. 2480, dy diej artificial do të përplasen duke lënë tokën në errësirë totale. 3005, një luftë në Mars do të ndryshojë trajektoren e planetit. 3010, një komet do të godasë nën toka do të rrethohet nga një unaz shkëmbinjsh, gurësh dhe pluhuri. 3797, në këtë kohë jeta në tokë do të pushtojë së ekzistuari, megjithatë njerëzimi do të ketë avancuar mjaftueshëm sa për të lëvizur në një tjetër sistem diellor. Të gjitha këto duken më shumë të denja për skenar filmash hollywoodian, por ka njerëz që janë të gatshëm që të vendorën në zjarr për disa prej tyre. Për këtë ata thonë se 85% e parashikimeve të Baba Vangës deri më tani kanë rezultuar të sakta. Ndërkohë, një tjetër argument që përdoret për të bindur mosbesuesit është fakti që sa ishte gjallë profetja bullgare është vizituar nga shkencëtar.
historian, politikan dhe njerëz të pushtetshëm në botë.